Përshëndetje miq të respektuar. Në këtë video sonte do të zbuloj arsyet pse SHBA është duke e mbështetur kaq shumë Turqinë, pse është duke bërë lëshime kaq të mëdha në raport me Turqinë, pse Donald Trump aq shumë e lavdron dhe e ngrit aq lart presidentin Erdogan dhe më kryesorja si arriti Turqia të bëhet superfuqia e dytë e botës e ndoshta edhe e para. Në çka dhe si e përse e quaj superfuqia e dytë e botës do të mësoni pikërisht në këtë video të sonte. Dhe për ta kuptuar këtë edhe më mirë, do të shpjegoj armën më të rëndësishme në botë, të cilën tani e ka Turqia në duar dhe vjen me njëherë pas Kinës me këtë armë e cila apo me të cilën në të ardhmen do të sundohet dhe pushtohet bota, sepse ekonomia botërore do të varet nga posedimi i kësaj arme të cilën e ka në duar Turqia.